Ngjarja e rënë pak javë më parë në gjykatën e apelit ku ekzekutua në sallën e gjyqit gjyqtari Astrid Kalaja, prokuroria e posaçme ka marrë masa të shtuara për ruajtjen fizike të prokurorëve të posaçëm. Gjatë raportimit në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, teksa paraqiti projekt buxhetin për vitin 2026, prokurori special Vladimir Mara zbuloi edhe masat shtesë ndaj prokurorëve. Lidhur me sigurinë e godinës, në të cilin ushtron aktivitetin struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, dhe nuk mendojmë që ka një problematik lidhur me sigurinë e punonjësve brenda këtij institucioni. Po ashtu edhe për prokurorët e posaçëm, për shkak të veprimtarisë së tyre të përditshme, ka një masë të shtuar të sigurisë të tyre. Për buxhetin e vitit 2026 raportoi edhe KLP, për të cilin kreu i komisionit Fatmir Xhafaj propozoi që të punësojnë pranë Këshillit të Lartë të Prokurorëve, prokurorët që janë në prag pensioni ose kanë dalë në pension dhe janë aktiv. Që jetë gjatësia në përgjithësi dhe në Shqipëri është rritur ndjesh. Kjo është arsyeja që ka një lidhje dhe me rritjen e moshës së pensionit. Njerëzit janë gjithmonë më aktiv mbasi dalin në pension. Përse nuk shohim ne mundësinë që një pjesë e mirë e prokurorëve që mbushin moshën e pensionit, po që janë aktiv dhe që mbartin gjithë atë eksperiencë të punojnë pranë Këshillit, të angazhohen qoftë edhe me kohë të pjesshme, si një kontribut i shtesë, dhe nga ana tjetër shlirojmë faktin që ne marrim magjistrat. Ndërkohë, gjykata kushtetuese u përplas me përfaqësuesit e Ministrisë së Financave për shkak se nuk i pranuan projektin për një sistem anti-zjarrit. Në godinën e gjykatës, sekretari i përgjithshëm i gjykatës deklaroi se nëse bie zjarr në kushtetuese, preket edhe Kuvendi i Shqipërisë, pasi janë në një godinë.